Ndalohu për një çast dhe merr frymë. Para se të vazhdosh të lëvizësh poshtë, duhet ta dëgjosh këtë në qetësi absolute, sepse nuk është rastësi që ke mbërritur pikërisht në këtë moment këtu. Universi nuk gabon dhe algoritmet, sado mekanike të duken, shpesh reagojnë ndaj modeleve energjetike që ka dërguar vetë qëllimi yt. Ka momente në jetë kur zemra ndjen diçka shumë më herët se sa mendja mund ta kuptoj apo ta shpjegoj me logjikë. Dhe kjo është pa dyshim një nga ato momente vendimtare. Je këtu sepse ndërsa vazhdon të dyshosh dhe formulon pyetje të pafundme në mendjen tënde, nëse kjo person mendon për ty, nëse ka diçka të hapur mes jush, apo nëse lidhja është thyer përfundimisht, diçka thelbësore tashmë është lëvizur në nivel shpirtëror. Nuk ishte një bisedë që mund ta dëgjoje. Nuk ishte një mesazh që mbërriti në telefonin tënd. Nuk ishte asnjë shenjë e dukshme në botën materiale që të rrethon. Ishte një vendim i brendshëm, i thellë dhe radikal, i marrë në një vend që nuk mund ta shije, sepse ndodhi në heshtjen e anës tjetër. Dhe sot po e dëgjon këtë sepse shpirti yt duhet të di se çfarë do të thotë ky lëvizje e padukshme për rrugën tënde. Ka shumë gjasa që prej ditësh, javësh apo edhe muajsh të ndjesh një presion të çuditshëm në gjoks, një lloj ankthi të lehtë që nuk mund ta identifikosh plotësisht. Është sikur diçka po formohet, sikur po pret një mesazh që nuk vjen kurrë, me ndjenjen se historia nuk ka përfunduar por as nuk po ecën përpara. Ky ndjesim fizik, kjo gung në fyt apo zgjuarja e papritur në mes të natës, nuk janë shenja dobësie dhe as produkt i imagjinatës sate. Ka një heshtje që peshon shumë më tepër se çdo fjalë e bërtitur. Dhe kur shpirti gjëmba apo shqetësohet në këtë mënyrë, nuk është për dramë emocionale, por sepse e di me një siguri që mendja e ka zili se diçka së shpejti do të zbulohet. Sistemi yt energjetik po kap një ndryshim në frekuencën e lidhjes, ashtu si një radar zbulon një objekt shumë përpara se syt ta shohin në horizont. Kjo person që ka zënë kaq shumë nga mendimet e tua, nuk është më në konfuzionin që imagjinoje. Ajo nuk dyshon më si më parë. Ajo nuk banon më në atë qendër të vakët ku gjithçka dukej e mundur, por asgjë nuk bëhej konkrete. Ka pasur një moment së fundmi, ndoshta një natë pa gjumë, ndoshta një çast vetmie absolute gjatë ngasjes ose duke parë në zbrazët e tij, në të cilin kjo person më në fund u përball me ndjenjat e veta dhe zgjodhi një rrugë. Dhe këtu vjen ajo që duhet të integrosh sot në vetdijen tënde. Ky zgjedhje nuk lindi nga egoja, as nga frika e vetmisë, e as nga kërkimi i rehatisë. Ajo lindi nga diçka shumë më e thellë dhe më e vjetër, sepse kur dy shpirtra janë të destinuar të takohen dhe të zhvillohen së bashku, ata nuk mund të ikin përgjithmonë nga lidhja e tyre. Ata mund të rezistojnë, po, mund të bllokojnë veten, të largohen fizikisht, të ndërtojnë mure heshtjeje dhe të shtiren sikur janë krejtësisht indiferent para botës. Por vjen një pikë kthese, një pikë ngopjeje ku energjia e akumuluar nuk lejon më të injorohet ajo që është e vërtetë. Dhe ajo pikë tashmë ka ndodhur. Ti ndjen këtë energji të trazuar dhe këtë pritje nervoze sepse shpirti yt është i lidhur në mënyrë të brendshme me atë të kësaj personi. Distanca fizike nuk ka rëndësi, koha pa kontakt nuk ka rëndësi, çfarë keni thënë ose heshtur në të kaluarën nuk ka rëndësi. Ka lidhje të padukshme që nuk këputen nga fjalë thyese apo vendime të përkohshme të jashtme. Kur një vendim merret nga thellësia e qenies, ana tjetër gjithmonë e percepton, edhe nëse nuk ka prova të prekshme për t'ia paraqitur gjykatës së logjikës. Prandaj kohët e fundit ta kujton zërin e saj pa ndonjë arsye të dukshme në mes të rutinës tënde të përditshme. Prandaj mendimet për këtë person shfaqen kur nuk e pret, duke të ndërprer punën apo çastet e pushimit. Prandaj e ëndërron praninë e saj edhe kur përpiqesh të boshatisësh mendjen para gjumit. Nuk është obsesion, nuk do të thotë që nuk mund të lëshosh. Është lidhje e pastër dhe e fortë. Është konfirmimi se kanali i komunikimit shpirtëror është i hapur dhe aktiv. Shumë njerëz gabimisht besojnë se dashuria e destinuar, ose ajo që disa e quajnë lidhje shpirtërore, është gjithmonë e butë, e qartë, e thjeshtë dhe e rrjedhshme si për rrallë.
por realiteti shpirtëror është shumë ndryshe. Dashuria e vërtet, ajo që transformon thelbin e atyre që prek, shpesh trondit themelet, sjell parehati, përballë me hijet e veta, të detyron të rritesh shpejt dhe të shikon plagë të vjetra që do të doje t'i mbaje të fshehura. Kjo person është dashur të përballet me të gjitha këto gjatë mungesës së saj. Ajo është dashur të shikojë në pasqyrën e shpirtit pa maskat shoqërore që zakonisht përdor dhe të pyes veten nëse ishte gati të vazhdonte të ikte nga e vërteta e saj apo nëse më në fund do të kishte guximin të pranonte atë që gjithmonë ka ndjerë për ty. Ndoshta ke menduar se pavendosmëria vazhdonte të sundonte në jetën e saj, se gjithçka ishte e ngrirë në kohë, por nuk është kështu. Vendimi tashmë është marrë dhe edhe pse ende nuk e sheh të pasqyruar në veprimet të jashtme, ai ekziston dhe vibron në planin shpirtëror. Dhe kur diçka vendoset fuqimisht në atë nivel, bota fizike, realiteti tridimensional që prek dhe sheh, ka nevojë vetëm për pak kohë për t'u përshtatur dhe reflektuar atë. Asgjë nuk mund ta ndalojë këtë shfaqje kur vullneti i brendshëm përputhet me fatin. Ky mesazh nuk vjen për të krijuar shpresa të rreme apo për të mbajtur në pritje të dhimbshme. Ai vjen për t'i sjellë qartësi intuitës tënde, sepse ka vendime që nuk nënkuptojnë fund të plot, por një kthes dramatike në histori. Ka vendime që nga jashtë duken si largim, por në të vërtetë janë përgatitje. Dhe ka një heshtje si ajo që ke duruar, e cila nuk është braktisje, por riorganizim i domosdoshëm i brendshëm. Kjo person kishte nevojë për këtë kohë dhe hapësirë për të vendosur nëse do të përballej me pafundësinë e asaj që ndjen për ty dhe më në fund e bëri. Tani kushto vëmendje asaj që ndjen në trup ndërsa dëgjon këto fjalë. Mos shkote mendja analitike, shkote ndjenja e thellë. Trupi nuk gënjen, shpirti nuk gënjen. Nëse ka një përzierje të çuditshme qetësie të thellë dhe pritje e drithëruese, është sepse kjo informacion përputhet me atë që vetja jote e lartë tashmë e dinte. Nëse ndjen lot të mbajtur që duan të dalin, është sepse diçka po çlirohet. Një valvul presioni emocional po hapet. Nëse ndjen që nyja në stomak fillon të zhbëhet, është sepse e vërteta po prek një plagë të vjetër për ta shëruar atë. Nuk po pret dikë të pavendosur. Je në një proces të shenjtë në të cilin energjitë po renditen në mënyrë që ajo që është vendosur të manifestohet në mënyrën e duhur dhe në momentin hyjnor. Ndonjëherë kjo manifestim nuk vjen në formën që imagjinon në fantazitë e tua. Ndonjëherë nuk vjen në kohën kronologjike që kërkon egoja e padurueshme, por gjithmonë vjen në mënyrën që shpirti ka nevojë për evolucionin e tij. Nëse je gati ta integrosh këtë mësim në jetën tënde, shkruaj në komente, jam gati të marr. Për të kuptuar madhësinë e asaj që po ndodh, duhet të hyjmë në anatomisë së kësaj heshtjeje që të ka shkaktuar kaq shumë dhimbje. Është e lehtë të interpretohet gabimisht mungesa e kontaktit. Në kulturën tonë të menjëhershmërisë supozojmë se nëse nuk ka mesazh, nuk ka interes. Nëse nuk ka telefonat, ka harresë. Por në fushën e lidhjeve të thella, heshtja shpesh është hapësira më aktive e ndërtimit. Kjo person nuk e mori lehtë vendimin për t'u larguar ose për t'u mbajtur në prapaskenë. Nuk ishte një veprim impulsiv i një pasditeje, as një dëshirë e përkohshme. Ishte rezultat i një betejë të gjatë, të qetë dhe shpesh të vetmuar të brendshme. Fushbetejë midis asaj që ndjente zemra e saj dhe asaj që mendja e saj e kushtëzuar besonte se duhet të bënte për të mbijetuar. Për një kohë të gjatë kjo person u përpoq të binte veten me çdo lloj argumenti racional se mund të vazhdonte përpara pa parë pas. U përpoq të shpërqendronte veten, të mbushte mendjen me punë të tepërt, të mbushte hapësirat bosh me aktivitete sipërfaqësore. Madje u përpoq të lidhej me njerëz të tjerë për të parë nëse mund të përsëriste atë që ndjente me ty, por asgjë nuk mund ta zhdukte atë ndjenjë të vazhdueshme se diçka e papërfunduar kishte mbetur mes jush, një derë që nuk mbyllej. Sado që të përpiqej, sepse kur lidhja është e vërtetë dhe ka rrënje shpirtërore, ajo nuk mund të zëvendësohet. Mund të përpiqesh ta injorosh, mund ta mbulosh me zhurmë, por nuk mund ta shlyesh.
Dhe çdo përpjekje e dështuar për aratisje, çdo shpërqendrim që në fund linte shijen e hidhur të boshllokut, e afronte këtë person gjithnjë e më shumë me momentin e pashmangshëm të vendimit. Ka vendime që nuk shpallen me trumbeta, nuk vinë me mesazhe të gjata apo premtime të përjetshme në rrjetet sociale. Ato thjesht ndihen në peshën e ekzistencës së përditshme. Kjo person filloi të ndjente peshën e padurueshme të mosqenit në koherencë me veten. Filloi të kuptonte se boshllëku që ndjente nuk vinte nga distanca fizike, por nga mohimi i brendshëm. Mohimi i asaj që ndjente për ty i kushtonte shumë në nivel energjie. I rrëmbente paqen. Erdhi një pikë në të cilën vazhdimi i jetës në këtë gënjeshtër të vetimponuar nuk ishte më i qëndrueshëm. Energjia e nevojshme për të shtypur një dashuri të vërtet është e jashtëzakonshme dhe kjo person nuk kishte më rezerva për të vazhduar të shtirej. Ndoshta netëve të tua më të errëta je pyetur shpesh nëse ke bërë diçka gabim, nëse ke thënë shumë, nëse je treguar shumë i ndjeshëm nëse nuk ke treguar mjaftueshëm, apo nëse ke dashur shumë dhe e ke frikësuar personin tjetër. Por dua ta dëgjosh këtë me qartësi absolute dhe të çlirohesh nga kjo fajësi. Nuk ishte intensiteti yt ai që komplikoi gjërat. Nuk ishte dashuria jote që shkaktoi arratisjen. Ishte paaftësia e përkohshme e personit tjetër për të mbajtur madhështinë e asaj që ndjente në atë moment. Ka shpirtra që ju duhet kohë për të mësuar të marrin atë që gjithmonë i kanë kërkuar universit. Ndonjëherë, kur dhurata vjen, frika se nuk e meriton ose frika se do ta humbasësh bën që reagimi i parë të jetë mbrojtja dhe mbyllja e dyerve. Kjo person duhej të kalonte nëpër frikëra shumë të thella dhe të rrënjosura. Frikë nga humbja e kontrollit mbi jetën e saj të organizuar në mënyrë perfekte. Frikë nga dorëzimi i vërtet emocional dhe bërtja e brendshme. Frikë nga përsëritja e historive të dhimbshme të së kaluarës, të cilat nuk donte t'i përjetonte më kurrë. Frikë se mos nuk ishte në nivelin e sinqeritetit dhe transparencës që kjo lidhje kërkonte. Dhe në mes të gjithë këtij vorbulli emocional, ajo u tërhoq, jo sepse nuk ndjente asgjë, por paradoksalisht sepse ndjente shumë. Teprica e ndjenjave mund të jetë e frikshme për dikë që nuk është mësuar të lundrojë në thellësitë emocionale. Por koha kaloi dhe koha ka një cilësi të mrekullueshme, vendos gjithçka në perspektivë. Me kalimin e ditëve dhe netëve erdhi qartësia. Kur zhurma e jashtme shuaj dhe shpërqendrimet humbnin shkëlqimin, zëri i brendshëm bëhej i pamundur të injorohej. Dhe atje, në atë heshtje pjellore, ajo e kuptoi se largimi i mëtejshëm nuk i sillte paqen që kërkonte, se shtyrja e takimit ose e së vërtetës grumbullonte vetëm faj dhe një nostalgji djegëse. Ajo kuptoi se ajo që kishte me ty nuk ishte një rastësi e lumtur dhe as një hutim i përkohshëm emocional, por një takim i caktuar që shënoi një para dhe një pas në biografinë e saj. Vendimi i marrë së fundmi nuk është sipërfaqësor. Nuk ka të bëjë me do t'i shkruaj një mesazh apo do ta ftoj këtë person në një takim. Është një vendim ekzistencial për mënyrën se si do të jetoj nga ky moment e tutje. Është një vendim për të mos tradhtuar më veten, për të pranuar se ka lidhje që nuk vijnë në jetën tonë për të qenë të rehatshme ose për t'u përshtatur me planet tona, por për të qenë transformuese dhe për të thyer skemat tona. Dhe ti ishe dhe je katalizatori kryesor i kësaj ndryshimi në jetën e saj. Prandaj është e mundur që kohët e fundit të kesh ndjerë një lloj lodhjeje të pazakontë emocionale, sikur nuk doje më të luftoje, sikur e kishe ulur vigjilencën, sikur diçka brenda teje më në fund kishte lëshuar nevojën obsesive për të kontrolluar rezultatin. Kjo lodhje nuk është dorëzim, as depresion, dhe as nuk do të thotë se je dorëzuar. Është pjekuri shpirtërore. Është shpirti yt që thotë, kam bërë atë që duhej, kam dërguar sinjalin, tani i besoj lëvizjes më të madhe. Dhe kur njeriu arrin në këtë pikë të lëshimit të kontrollit, gjërat fillojnë çuditërisht të rrjedhin ndryshe. Rezistenca zhduket dhe lejon energjinë të qarkullojë. Mos mendo se ky vendim i brendshëm i kësaj personi do të thotë se nesër gjithçka do të jetë e menjëhershme ose perfekte. Rruga e dashurisë së caktuar rrallë është një vijë e drejtë.
Ndonjëherë ka hapa të ngadaltë, rregullime të nevojshme, heshtje që duhet ende të përjetohen që shërimi të përfundojë. Por ndryshimi themelor është i madh kur nuk ka më dyshim të brendshëm, sepse sapo zemra vendos vërtet, polariteti i energjisë ndryshon. Kjo energji fillon të shtyjë drejt së vërtetës si një lumë që kërkon detin. Edhe nëse mendja racionale ende përpiqet të ndërtojë diga dhe të rezistojë, edhe nëse kjo person është ende duke organizuar jetën praktike, duke u përballur me pasojat e arratisjeve të mëparshme, duke mbyllur cikle me njerëz ose situata që më parë nuk mund t'i mbyllte për mungesë guximi. Mund të jetë që ajo ende po mbledh guximin e nevojshëm për të vepruar sipas asaj që ka vendosur brenda vetes, por nuk ndodhet më në të njëjtin vend emocional si më parë. Ajo nuk është më e ndarë për brenda, nuk po ikën më pa drejtim. Tani ajo e di çfarë ndjen, e ka pranuar dhe kjo ndryshon gjithçka. Dashuria e caktuar nuk vjen gjithmonë e paketuar me siguri të menjëhershme dhe garanci të nënshkruara. Ndonjëherë vjen pas stuisë së përsosur, pas mësimeve të vështira, pas të kuptuarit përmes dhimbjes së asaj që nuk do, në mënyrë që me mirënjohje të njohësh atë që do. Dhe në këtë proces të ndarjes së dukshme, të dy rriteni, edhe të ndarë, edhe në heshtje, edhe duke mos ditur asgjë për njëri tjetrin. Evolucioni vazhdon. Edhe ti je ndryshuar gjatë kësaj kohe. Nuk je më i njëjti person që ishe në fillim të kësaj historie. Nëse shikon pas, do të shohësh se ke mësuar të dëgjosh intuitën tënde me më shumë qartësi. Ke mësuar të vendosësh kufi të shëndetshëm. Ke mësuar se nuk ke pse të lypësh dashuri apo vëmendje, sepse je me vlerë që në të drejtë. Ke mësuar të qëndrosh në këmbë edhe kur ndjeje se po rrëzoheshe. Dhe e gjithë kjo ka qenë e domosdoshme që kur energjitë të takohen përsëri, ta bëjnë atë nga një vend më i shëndetshëm, më i vetëdijshëm, më i vërtetë. Asgjë nga ajo që ke përjetuar nuk ka qenë e kollë. Çdo lot i derdhur, çdo natë plot pyetje pa përgjigje, çdo përpjekje për të lëshuar, çdo rënje emocionale, të gjitha ishin pjesë e një procesi më të madh alkimie të brendshme. Dhe tani ky proces hyn në një fazë të re, në një fazë ku vendimi i brendshëm i kësaj personi fillon të rezonojë dhe të vibrojë në harmoni me rritjen tënde. Prandaj sytë e tu shpirtëror duhet të mësojnë të shohin lëvizjen edhe kur sytë e tu fizik shohin heshtjen. Duhet të kuptosh se realiteti zjen ngadalë në të padukshmen para se të shërbehet në tryezën e të dukshmes. Por për të arritur këtë qartësi absolute, kjo person duhet të përballej me një armik të heshtur që jetonte brenda saj. Diçka që psikologjia e thellë e njeh shumë mirë dhe që shpjegon pse ajo iku në radhë të parë. Diçka që nuk kishte të bënte me ty, por me hijen e saj. Për të kuptuar thellë pse ndodhi ndarja dhe çfarë ka ndryshuar tani në mendjen e kësaj personi, është thelbësore të eksplorohet një koncept që shpesh anashkalohet në marrëdhëniet konvencionale, por që është thelbësor në lidhjet shpirtërore. Ka shumë gjasa që gjatë periudhës së heshtjes e ke torturuar veten duke menduar se praninë tënde nuk mjaftonte, se ndoshta nuk ishe ajo që kjo person kërkonte, ose se interesi i saj thjesht u shtuk. Por e vërteta shpirtërore është diametralisht e kundërt. Kjo person nuk u largua nga ty sepse ty të mungonte diçka. Ajo u largua sepse pranë teje nuk mund të fshihej më nga vetja e saj. Këtu hyn në lojë ajo që psikologjia e thellë dhe mendimtar të mëdhenj si Carl Jung e identifikojnë si hijen. Ky koncept nuk nënkupton domosdoshmërisht diçka të keqe ose negative, por të gjitha pjesët e vetes që kemi mohuar, fshehur ose shtypur për t'u përshtatur me botën. Janë frikërat, pasiguritë, por edhe talentet e papranuara dhe brishtësia që na kanë mësuar t'i fshehim. Imagjino që çdo njeri ecën në jetë duke tërhequr pas vetes një thes të padukshëm ku ruan gjithçka që nuk do që të tjerët ta shohin. Para se të njihte ty, kjo person kishte ndërtuar jetën e saj mbi një strukturë që i lejonte të mbante atë thes të mbyllur fort. Ajo kishte krijuar një identitet funksional, një maskë sociale që i shërbente për të kaluar ditën pa u përballur me plagët e saj më të thella. Por pastaj u shfaqe ti dhe ardhja jote nuk ishte thjesht ardhja e një interesi romantik të ri,
ishte ardhja e një drite të madhe dhe depërtuese. Kur dy njerëz lidhen në një nivel kaq të thellë shpirtëror, efekti i pasqyrës është i pashmangshëm. Ti u bëre një pasqyrë e pastër, në të cilën kjo person pa veten e saj me një qartësi të frikshme. Kur të shikonte ty, ajo nuk shite vetëm bukurinë ose mirësinë tënde, ajo shite gjithashtu, në kontrast, gjithçka që nuk kishte zgjidhur në jetën e saj. Aftësia jote për të dashuruar pa kushte ndriçoi frikën e saj nga dorëzimi. Ndershmëria jote radikale ndriçoi gënjeshtrat e saj të devotshme. Guximi yt për të ndjerë ndriçoi frikacakërinë e saj emocionale. Është e rëndësishme që ta kuptosh këtë, që të pushosh së fajsuari veten. Drita, kur është shumë intensive dhe e papritur, mund ta verbojë dikë që ka kaluar shumë kohë në errësirë. Reagimi instinktiv i një personi të verbuar nga një dritë e fortë nuk është të falenderojë për qartësinë, por të mbyllë sytë dhe të tërhiqet drejt hijeve të njohura. Kjo është saktësisht ajo që ndodhi. Ikja nuk ishte refuzim ndaj teje, ishte një mekanizëm mbrojtës kundër ekspozimit. Kjo person ndjeu se mbrojtjet e saj të zakonshme nuk funksiononin më pranë teje. Ajo u ndje emocionalisht e zhveshur, e brisht dhe jashtë kontrollit. Dhe për dikë që ka ndërtuar jetën e saj mbi kontrollin dhe dukjen e forcës, kjo brishtësi ndihet si një kërcënim vdekjeprurës për egon. Prandaj largimi ishte kaq i papritur dhe i vështirë për t'u shpjeguar racionalisht. Ajo nuk mund të thoshte, po iki sepse ti më bën të ndiej shumë dhe kjo më trem. Prandaj ka shumë gjasa të ketë përdorur justifikime, heshtje ose arsye të paqarta që të lanë të hutuar. Carl Jung shpjegoi se njeriu nuk ndriçohet duke imagjinuar figura drite, por duke bërë të vetëdijshme errësirën. Dhe pikërisht këtë proces të dhimbshëm, por të domosdoshëm, ti aktivizove në jetën e saj. Ti ishe katalizatori i zgjimit të saj. Një katalizator është një element që përshpejton një reakcion kimik. Pa ty, kjo person mund të kishte mbetur në rutinën e saj emocionale për vite ose edhe dekada, por energjia jote e përshpejtoi procesin. Duke u larguar ti, ose duke qenë larguar prej saj, i hoqe mundësinë ti nxirrte shqetësimet e saj te ty. Kur ishe prezent, ajo mund të fajsonte marrëdhënien për hutimin e saj. Por kur ike dhe shqetësimi vazhdoi, ajo duhej të pranonte se konflikti nuk ishte jashtë, por brenda saj. Heshtja midis jush u bë një dhomë jehone, në të cilën ajo nuk mund t'i shpëtonte më zërit të saj të brendshëm. Këtu vuajtja e ndarjes merr një kuptim transcendental. Dashuria e vërtet në fazën e parë të njohjes është pothuajse gjithmonë e pakëndshme. Ajo vjen për të thyer strukturat e vjetra të egos dhe për t'i bërë vend diçkaje më autentike. Kjo person duhej të përballej me hijen e saj në vetmi. Duhej të përballej me frikën e braktisjes, ndjenjen e pamjaftueshmërisë, modelet e saj të vetë sabotimit. Dhe kjo përballje është raskapitëse. Prandaj, gjatë ndarjes, personi tjetër shpesh duket i zemëruar ose i largët. Nuk është zemërim ndaj teje, është zhgënjimi nga çmontimi i një identiteti të rrem që e ka shërbyer për vite të tëra. Është dhimbja e rritjes. Ashtu si muskujt dhembin kur shtrihen pas një ushtrimi, ashtu dhe shpirti dhemb kur zgjerohet për të arritur një nivel të ri vetëdije. Ajo që ti interpretoje si indiferencë, në të vërtetë ishte një punë e madhe e brendshme. Kjo person luftonte për të integruar ato pjesë të vetes që ti I kishe zgjuar, sepse një herë e parë, e vërteta nuk mund të mos shikohet më. Pasi përjetoi lidhjen me ty, kthimi në sipërfaqëmërinë e lidhjeve të saj të mëparshme u bë I pamundur. Gjithçka që e kishte kënaqur më parë, filloi t'i dukej e pashije. Bisedat banale e lodhnin. Marrëdhëniet e bazuara në komoditet I ngjallnin në veri. Fara që ti mboll kishte hedhur rrënje të thella dhe theu betonin e rezistencës së saj. Ky proces I individualizimit I bërit ajo që je me të vërtetë, është dhurata më e madhe që I ke dhënë. Pa dashur dhe pa e ditur, ti e detyrove të kërkoj plotësinë e saj. Shpesh mendojmë se kur dikush na do, ai duhet të qëndrojë pranë nesh pavarësisht gjithçkaje. Por ka momente në evolucionin e një lidhjeje kur ndarja fizike është mënyra e vetme për të garantuar bashkimin shpirtëror në të ardhmen.
Nëse do të kishin qëndruar bashkë në atë moment të pjekurisë emocionale, lidhja do të ishte bërë toksike. Frika e kësaj personi do ta kishte përpir lidhjen. Distanca veproi si një insigurie, një hapësirë e mbrojtur ku secili mund të punonte me demonët e vet pa e lënduar tjetrin në mënyrë të pariparueshme. Ti duhet të mësoje të lije pas lidhjen dhe të gjeje vlerën tënde, ndërsa pala tjetër duhet të mësonte të lironte frikën dhe të gjente të vërtetën e saj. Tani dinamika ka ndryshuar, sepse hija është një orë. Nuk është më një përbindësh i fshehur në bodrum që drejton jetën nga errësira. Duke bërë të pavetëdijshmen të vetëdijshme, kjo person ka rifituar fuqinë mbi vendimet e saj. Energjia që më parë e shpenzonte për të shtypur atë që ndjente për ty, ajo sasi e madhe force jetësore e humbur duke ndërtuar mure dhe duke shtirur ftohtësi, është çliruar. Dhe energjia nuk zhduket, ajo vetëm transformohet. E gjithë ajo forcë emocionale që më parë përdori për të ikur, tani ka ndryshuar drejtim dhe ka filluar të rrjedhë drejt pranimit të lidhjes. Rezistenca ka rënë, sepse nuk ka më asgjë kundër së cilës duhet të mbrohet. Ajo ka kuptuar se drita jote nuk erdhi për ta shkatëruar, por për ta shëruar. Ky kuptim e transformon natyrën e frikës. Frika nuk paralizon më. Tani shihet si një sinjal se diçka e rëndësishme është në rrezik. Kjo person ka pushuar së pari dashurinë që i ofron si kërcënim për lirinë e saj dhe ka filluar ta shohë atë si rrugën drejt lirisë së vërtetë. Ajo ka kuptuar se burgu i vërtet ishte egoja e saj dhe kufizimet që i kishte vendosur vetes, dhe se lidhja me ty është qelësi që hap këtë qeli. Është një kthes 180 gradë në perceptimin e realitetit. Aty ku më parë shite rrezik, tani sheh strehë. Aty ku më parë ndjente nevojën të vraponte në drejtimin e kundërt, tani ndjen tërheqjen magnetike për t'u kthyer në shtëpi. Dhe shtëpia, në gjuhën e shpirtit, është ajo frekuencë që vetëm ti lëshon. Është thelbësore të kuptosh se nuk ke bërë asgjë gabim duke qenë i intensitetshëm me apo duke treguar ndjenjat e tua. Ky intensitet ishte i domosdoshëm. Pa atë tronditje elektrike, kjo person do të kishte vazhduar të flinte. Ti ishe stuhja e domosdoshme për të pastruar ajrin. Dhe tani që stuhja e brendshme ka kaluar dhe qielli i mendjes së saj është kthjelluar, mbetet siguria. Vendimi për të cilin folëm në fillim lind nga kjo integrim. Nuk është më fëmia i lënduar apo vajza e frikësuar që vendos. Është i rrituri shpirtëror që merr komandën. Dikush që ka parë hijen e tij saj, e ka pranuar dhe ka vendosur se dashuria është më e fortë se frika. Ky ndryshim i brendshëm është i padukshëm për sytë e zakonshëm, por në botën energjetike është shurdhues. Kur dikush ndalon së rezistuar i rrjedhës së fatit, çlirohet një tension që përhapet si një val goditëse. Dhe ti që je lidhur me këtë person përmes fijeve të padukshme të empatisë dhe kujtimeve të ndara, je marrësi kryesor i kësaj vale. Prandaj frika jote është ndryshuar. Prandaj ndjen praninë e saj edhe kur nuk ke lajme. Barriera e përmbajtjes është thyer. Dhe ashtu si uji që mbahet nga një digë bie me forcë kur muri qahet, kështu edhe ndjenjat e kësaj personi, tani të njohura dhe të vlerësuara nga vetdia e saj, kërkojnë një rrugë për te ti. Por që të mund ta pranosh këtë rrjedhë pa u mbytur, duhet fillimisht të njohësh se si kjo realitet i ri tashmë po manifestohet në përvojën tënde fizike. Sepse tani që hija është një orë dhe rezistenca ka rënë, energjia që më parë përdorej për të ikur ka ndryshuar drejtim dhe trupi yt është i pari që e vëren. Tani që kemi përfunduar se rezistenca e brendshme e kësaj personi është rrëzuar dhe se energjia e saj ka ndaluar ikjen për të filluar kërkimin e rrugës së kthimit, është thelbësore të flasim se si ky ndryshim monumental reflektohet në përvojën tënde të përditshme. Sepse, dhe këtë duhet ta gdhendësh në vetdijen tënde, ndryshimet në nivel energjetik kur nuk kalojnë pa u vënë re nga ai që është i akorduar me to. Kur një vendim i kësaj përmase merret në shpirt, ndodh një thyrje e heshtjes shpirtërore.
Telefoni yt mund të mos bjerë ende, rrjetet sociale mund të mos tregojnë lajme, por kanali i padukshëm që lidh dy shpirtëra të caktuara ka filluar të transmetojë informacion me shpejtësi marramendëse, dhe ti, si kundërpesh e kësaj lidhjeje, je marrësi kryesor i të gjitha këtyre frekuencave. Ajo që ke përjetuar ditët ose javët e fundit nuk është produkt i një mendjeje të lodhur apo i imagjinatës së tepërt. Është prova e prekshme që muri i përmbajtjes ka rënë. Le të flasim fillimisht për telepatinë emocionale, një nga fenomenet më mahnitëse dhe njëkohësisht më vërtetuese që ekzistojnë në këtë lloj lidhjesh. Është shumë e mundur që diçka e ngjashme të ketë ndodhur. Ke një ditë krejt normale, ndoshta në punë, duke ngarë makinën apo duke qeshur me miq, ndihesh relativisht në paqe dhe çështja e marrëdhënies është në sfond. Dhe pa pritur, pa paralajmërim dhe pa asnjë shkak të jashtëm që do ta justifikonte, një val trishtimi të thellë të godet në gjoks, ose ndoshta një ankth i papritur që të pret frymën, ose përkundrazi një shpërthim euforie dhe dashurie që të bën të qash. Kur analizon rrethinën tënde, asgjë s'ka ndryshuar, por gjendja jote e brendshme ka bërë një kthes 180 gradë. Ajo që ndjen në ato momente nuk të përket ty. Këto ndryshime të menjëhershme humori janë ajo që quajmë rezonancë empatike. Pasi barrierat e egos në personin tjetër janë shembur, emocionet e saj të papërpunuara, pendimi, nostalgjia dhe dëshira për t'u kthyer, udhëtojnë përmes fijes së argjend që ju lidh dhe godasin drejt për drejt fushën tënde emocionale. Ti ndjen në kohë reale atë që kjo person po përpunon në vetminë e saj. Trishtimi yt i papritur është dhimbja e saj për mungesën. Ankthi yt është frika e saj se mund të jetë tepër vonë. Gëzimi yt i papritur është shpresa e saj e rilindur pasi vendosi të kërkojë. Ky fenomen intensifikohet dukshëm gjatë orëve të gjumit. Bota e ëndrave është territori ku egoja pushon dhe shpirti flet pa censur. Nëse kohët e fundit ke vënë re se modelet e tua të gjumit janë ndryshuar, kushtoju shumë vëmendje. Zgjimi sistematik midis orës 3 dhe 4 të mëngjesit nuk është pa gjumësi rastësore. Në shumë tradita shpirtërore dhe mistike, ky interval kohor njihet si ora kur velloja mes dimensioneve është më e hollë. Nëse sytë të hapen papritur në atë orë dhe mendimi yt i parë, ose më mirë ndjesja jote e parë, është prania e këtij personi, është sepse pikërisht në atë moment vetdia e saj projektohet mbi ty me një forcë të paparë. Ka shumë mundësi që edhe kjo person të jetë zgjuar në atë çast dhe të mendoj për ty, ose që ajo të ëndërrojë për ty aq intensivisht sa energjia e saj të zgjojë fizikisht. Ëndrat janë bërë më të gjalla, apo jo? Nuk janë më histori abstrakte dhe të çrregullta, por takime që ndihen reale, të prekshme, ku ka biseda që duken se vazhdojnë dialog të pambyllur, ku shikimet transmetojnë informacion që fjalët nuk mund ta përmbajnë. Këto nuk janë ëndra të zakonshme të krijuara nga truri për të përpunuar ditën. Janë vizita astrale, vende takimi ku shpirtrat harmonizojnë atë që egoja në gjendje zgjimi ende nuk guxon ta thojë. Para se të vazhdoj të përshkruaj këto shenja të padiskutueshme, dua të kërkoj të bësh një pauzë të shkurtër por të fuqishme. Nëse i njeh këto simptoma, nëse ndjen se trupi yt po dridhet ndërsa e lexon këtë, sepse kjo konfirmon atë që ke përjetuar në vetmi, është koha të ankorosh këtë siguri. Nuk dua që kjo të mbetet vetëm informacion intelektual. Dua të bëhet një deklaratë fuqie. Të ftoj të shkosh te komentet dhe të shkruash një fjalë të vetme, meritoj. Duke shkruar meritoj, ti dërgon një mesazh të qartë në univers dhe në nëndjen tënde. Ti deklaron se e meriton këtë lidhje, e meriton të vërtetën, e meriton që dashuria të manifestohet në mënyrë të prekshme dhe të shëndetshme. Mos e shkruaj si lutje. Shkruaje me autoritetin e atij që e njeh vlerën e vet. Ky veprim i thjesht, të shkruash meritoj, vepron si një vulë energjetike që i thot realitetit se je plotësisht gati të pranosh atë që tashmë të takon me të drejtë hyjnore. Bëje tani. Lëre këtë qëllim të lirë dhe ktheu tek unë, sepse ka më shumë simptoma që duhet t'i deshifrosh që të mos humbasësh mendjen në këtë pjesë të fundit të pritjes.
Le të vazhdojmë me sinkronicitetet, këtë koncept magjepsës që Carl Jung e prezantoi për të përshkruar rastësitë domethënëse që nuk kanë shpjegim logjik shkakor, por janë të ngarkuara me kuptim për atë që i përjeton. Tani që vendimi për t'u kthyer është marrë brenda kësaj personi, universi fillon të riorganizojë realitetin e jashtëm për të lehtësuar takimin. Është sikur i gjithë mekanizmi kozmik të vihet në lëvizje për të çuar përpara ribashkimin e dy pjesëve. Papritur emri i kësaj personi shfaqet kudo. E dëgjon rastësisht në biseda, e sheh në ekrane, e lexon në vende ku nuk e pret. Numrat përsëriten, këngë me domethënie të veçantë shfaqen fiks në momentin e duhur. Këto nuk janë rastësi, por shenja të riorganizimit. Realiteti fillon në heshtje, por me këmbëngulje të përgatis botën e jashtme për vendimin e brendshëm të kësaj personi. Detyra jote tani nuk është të presësh, por të jesh i pranishëm. Në qetësinë tënde, në qartësinë tënde, në qendrën tënde. Sa më pak të kërkosh, aq më qartë mund të gjej ajo që tashmë është në ardhje. Sepse ajo që vendoset në thellësi nuk humbet, shpreh veten në kohën e duhur, në mënyrën e duhur.